Një operacion i realizuar nga krimi ekonomik ka nxjerrë në pa një tjetër skem të falsifikimit të eurove. Blut e Tiranës kanë arrestuar 4 persona, ndërkohë një tjetër është shpallur në kërkim. Në pranga kanë përfunduar Alessio Brungaj, Sergio Lala, Enis Aliaj, si dhe një 17 vjeçar. Efektivet janë gjithashtu në kërkim të një 19 vjeçari nga Kruja. Alessio Brungaj dyshohet se ishte personi nga Shkodra që kishte porositur shumat e eurove të falsifikuara. Grupi hetimor ka të dhëna se euro do të hidheshin në qarkullim në Shkodër dhe në Malin e Zi, ndërsa Sergio Lala, Enis Aliaj si dhe 17 vjeçari i arrestuar përmes faqeve të tyre në TikTok shisnin euro të falsifikuara. Madje në këtë rrjet ata kanë kontaktuar edhe me të riun nga Shkodra ku pas pazareve kanë rënë dakord për të shitur 18.000 euro false. Parat ishin ndarë në 11 pako me prerje të ndryshme. Krimi ekonomik ka disa kallëzime për 17 vjeçarin, pasi nuk është rasti i tij i parë në këto skema. Të arrestuarit nuk kanë pranuar të flasin, ndërkohë policia vijon hetimet për zbulimin e personave që fshihen pas kartomonedhave false, pasi ka dyshime se i mituri dhe të rinj të arrestuar përdoren nga personat e tjerë për të shpërndarë eurot false.